a kam dëshirën ta quaj ndonjë që flet shqip si pjesëtar të kombit Sultan Mahmutit. Unë nuk kam qef, po ma mirë është me dorë këto me pranu se i takojnë kombit të Sultan Mahmutit. Tani ne kur kemi mësu na për shkolla, që ki këtu është bo, në po tham që është bo gënjeshtar, por e na për shkolla e kemi mësu, jonë prej librit Zotit. Na për shkolla, po kur tham na për shkolla, qysh na kanë programu e kemi mësu se të gjithë njerëzit kur lindin fen e natyrshme dhe ajo fe e natyrshme është Islami. Kështu e kemi mësu. Ki thot, unë kum lind si shqiptar, nuk thot që ka lind në fen e natyrshme të Islamit. Pra, kjo është gënjeshtra e parë e këtij hoxhës nga Shqipëria, që e di se i kam pak punë keq se e vërteta po troket të këmbët e tyre, të dyrt e tyre, dhe nuk po mund të ballafaqohen me të vërtetën. Pra unë nuk kam qef as këtë dhe as një shqipfalës, qoftë edhe rom, qoftë edhe bosnjak, qoftë edhe turk, ta quaj që jeton Shqipëri, ta quaj pjesëtar të kombit Sultan Mahmutit. Tani gjithashtu e keni kuptu se fjala komb është organizim politik. Organizim politik, i pari që ka përdorë të ne shqiptar, që e ka shtim përdorim, është Naum Veçilhargji, pastaj e ka përpunu Sami Frashri, po fjala komb përmendet në Kur'an, bëhet fjalë për një grup të madh njerëzish, për kombin e Lutit, kombin e Musaut, kombin e Ibrahimit. Kombi është organizim politik.